sot lamtumirën Papa Franceskut mbi 400.000 persona dhe 160 delegacione shtetërore të kryesuar nga president dhe kryeministra morën pjesë në funeralin e zhvilluar në sheshin e Shën Pjetrit në Vatikan. Me varrimin e Papa Franceskut, Selia e Shenjtë përgatitet për të nisur brenda pak ditësh konklavën që do të zgjedh papën e ri. Kandidati kryesor mbetet kardinali Pietro Parolin, që aktualisht mban postin e sekretarit të shtetit Vatikanit. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha akuzon kryeministrin Rama se me paqen fiskale kërkon të rikthej amnistin që ju rrëzua nga Bashkimi Evropian. Berisha nënshkroi një kontratë publike për përfundimin e legalizimeve. Telefonat celulare janë kthyer në burim kryesor të provave për spakun në hetimet kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. Në 4 vitet e fundit, Prokuroria e Posaçme ka sekuestruar 1152 celular dhe 185 pajisje kompjuterike. Kosova duhet të zgjidhë krizën politike brenda kësaj jave. Ekspertët ligjor thonë se 27 prilli është afati i fundit ligjor për të zgjedhur drejtuesit e ri të kuvendit dhe për të përmbyllur konstituimin e parlamentit. Donald Trump dhe Volodymyr Zelensky takohen për 15 minuta kokë më kokë gjatë ceremonive të funeralit Papa Franceskut, e para herë pas përplasjes në zyrën ovale. Zelensky u shpreh pas takimit se biseda ishte konstruktive.